Kalojmë tek zhvillimet në Shqipëri. Presidenti i përsa zgjedhur Bujar Nishani tha sot se bashkëpunimi me opozitën do të jetë një nga përparësitë e tij si kryetari i shtetit. Socialistët e kundërshtuan hapur kandidimin e tij. Edhe sot kryetari socialist Edi Rama u shpreh se vendi ka në krye sipas tij një noter partijak. Nga ana e tij zoti Nishani nënvizoi se ai ofron respektin maksimal opozitës, ndërsa shpjegoi se kishte dhënë dorëheqjen nga detyra si ministër i brendshëm pa dije para votimit në parlament. Njofton korrespondenti ynë në Tiranë, Armand Mero. Presidenti i përsa zgjedhur Bujar Nishani ishte sot në Ministrinë e Brendshme për të përshëndetur me punonjësit dhe bashkëpunëtorët e tij, pasi si shpjegoi vetë, ai kishte dhënë dorëheqjen që gjatë ditës së dieshme ka funksioni i ministrit. Unë që ditën e dieshme përpara votimit në parlament kam depozituar pranë kryeministrit kërkesën për dorëheqje. Sot, siç e shihni, unë bëra shkëputjen me stafin për të krijuar një ambient më relaksues në aspektin jo formal. Formalisht, natyrisht, kjo do të pasohet me dekretin e Presidentit të Republikës për lirimin tim nga detyra, pasi të kërkohet nga ana e kryeministrit në bazuar në kërkesën që unë kam depozituar dje. Zoti Nishani u zgjodh mbrëm presidenti i ri i vendit vetëm me votat e shumicës së djathtë në pushtet. Opozita ndonse e pranishme në sallë nuk mori pjesë në votim si shenjë një kundërshtimi të hapur ndaj kandidaturës së tij. Madje edhe sot kryetari socialist Edi Rama deklaroi se në drejtimin e shtetit është sipas tij një noter partijak. Fatkeqësisht sot Shqipëria u gdhi me një noter partijak në rolin e Presidentit të Republikës, duke i dhënë familjes europiane mesazhin më të gabuar përpara provimit të tretë të vjeshtës në Bruksel. Çështja e bashkimit tonë me Europën mori një goditje të rëndë. Europa sot është më larg se dje. Shqipëria sot është më larg se dje nga familja europiane. Zoti Nishani tha se bashkëpunimi me opozitën do të jetë një prioritet që ditën e parë të punës si presidenti i vendit, duke u shprehur se do të kishte dashur të merrte edhe mbështetjen e saj dje në sallën e parlamentit. Është një qëndrim i cili takon ta marrë brenda të gjithë sovranitetit të saj politik si opozitë. Ajo që është e rëndësishme për mua ka të bëjë me faktin e respektit maksimal që unë i ofroj opozitës shqiptare ashtu si të gjithë institucioneve. Por duket se marrëdhëniet që ai do të ndërtojë me institucionet në të cilat kreu i shtetit ka ndikim direkt, veçanërisht ato të drejtësisë dhe raportet e këtyre institucioneve me pushtetet e tjera, pritet të jenë sfida e tij kryesore, edhe në mesazhet e para të urimeve që ai mori nga ambasadorët e rëndësishëm në Tiranë, ai amerikan dhe ai i Bashkimit Evropian, vinin theksin pikërisht roli i presidentit në konsolidimin e pavarësisë së institucioneve dhe forcimin e shtetit të së drejtës. Për zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.